të kemi zëmrën më të gjerë, të pranojmë. Sa e pranojmë këtë gjë, unë që në fillim bëj, edhe unë e bëj veten pjesë të fajt, sepse të gjithë jemi fajtor. Nuk jemi kaq të mirë dhe kaq santi, sa që duam dhe po flasim këtu. Se në qoftë se ne të gjithë do bënim nga ndonjë diçka për ditë, një gjë të mirë, një vepër të mirë, sigurisht do ishte ndryshe edhe situata. Ishte sfutur pak. Me thënë të drejtën, po, që kështu, unë rreth të parë kërkoj vetes time, të uta t'jesh më tolerante, t'hapësh kraun, t'jesh më e dashur, më i qetë. Je pa të rrogën e 13 ke punëtorët? Rrogën e 13? Po. Jap shpërblim për vit. Bravo, të lumt. Ja, po vjen. Ja, kjo është mënyrë shumë mirë. Një mesazh shumë mirë që ne duhet t'ja japim të gjithë dhe duhet ta bëjnë gjithë biznesmenët. Si për Marsit më saktë. Të paktën, ndërsa rrogat si kam vonuar as edhe një orë, jo një ditë. Bravo. Në jetën time, deri më sot 28 vjet. Bravo. Por e shoh që gabimi fillon që nga vetja. Absolut. Nuk mund të dal dhe të them që dëgjoj, të jap mend, të bëj. Kam bërë shumë gabime dhe vazhdoj bëj. Por sensibiliteti që kanë në përgjithësi shqiptarët nuk duhet jetë vetëm që dalin një emision dhe të grumbullojmë fonde, nuk është ajo.